mjek onkolog me renome, me shumë oferta, me shku, me punu jashtë, dhe ti zgjedh me u marrë me punë komune. Pse? Karriera e njerit ndërtohet sipas një ëndre dhe çaj ëndër, besoj që secili shkon mas asaj ëndre, investon kohë, investon në angazhim edhe të pjesa profesionale, të profesioni i mjekut, domthonjë gjithmonë nuk e kam pas ëndër, e kam pas dëshirë të madhe edhe masanej realisht të bë realitet. Ndoshta e përcakton pak edhe lloji i njerit e karakterit se mënyrën që qyshe ushtron profesionin, po në çdo vendim që e kam marrë si mjek, që edhe sot njëjtën, këto 22 vjet që e ushtroj profesionin e kam marrë të unis prej veti. Edhe prandaj me shumë komoditet i marr vendimet sepse e di që nëse një vendim nisesh prej veti, pavarësisht çfarë lloj trajtimi është ose çka kimi i thonë ti atij që e ki përballë, mundësia me gabu është e vogël. Veç do të më ndru pozicionet edhe me pa nëse pacienti kështë qenë në vendin tem e unë kësha qenë në vendin e ti që ishtë dosht, më thonaj. Kjo ma jep një qëtësi, sepse e di që nëse kemi mujt me gabu në qëto vendime, e kësha bo dhe për veti dhe kështu që e di që ato janë minimale për arsye se të plotëson me ato që u bo gjithë shka që e ka njëri në dorë, edhe është e ndjenja ndimes cilën nuk ka me kurgjas mund është me zavensu, kur e shes që dikush që e ki përballë, po ta beson shnetën dhe në mënyrë të verbër, të beson gjithë shka që i thu. E qatë besim masanej është shumë e rëndësi vërtet me meritu edhe me majtë meritu. Ose me keq përdor. Edhe dëmon ajo të binë që kur nuk do të me keq përdor që ato, edhe gjithë do të me vlerësu lartë. Edhe unë mendoj që ajo na jep shumë energji gjatë ditës, jo veç gjatë ditës profesionale, po edhe kur je në festë, edhe kur je në shtëpi, edhe kontakte, komunikimi me njerëz, mendoj që është i rëndësishëm, shpesh herë i nevojshëm se lidhet me profesionin, e në fund është plotësimi shpirtëror që ta bën kur të vlerësohet edhe puna dhe ku të shkojsh e gjen gjithmonë dikon që thot një herë jemi taku, ose diçka më keni mu, ose diçka kom pas nevojë, kemi shkëmby ide, ose kjo është një diçka që unë nuk e ndroj, as e shes, as me kur gjos e ndroj. Domethënë është diçka që ta jep vërtet misionit kallëzon që është to përmbush.